Do ndalemi dhe do të diskutojmë më gjërësisht në lidhje me këtë çështje, sigurisht informaliteti në sektor të caktuar, si ato që u përmendën edhe më lart, vjen të mbetet një sfidë për tatimet, për financat nga ana tjetër, po duket se tashmë ka nisur me faza dhe zbatimi i strategjisë për rritjen e mbledhjen e të ardhurave dhe mirë administrimin e të ardhurave të buxhetit të shtetit. Sektorët me risk, efektet që ka deklarimi dhe rezultatet e fazës së parë, pasi kjo strategji pritet zbatohet deri në vitin 2027, diskutoj me zotin Erion Muça, ekspert për punësimin, mirë se erdhët në Money Report. Erion, besoj ti ke ndjekur gjatë kësaj kohe dhe zhvillimet janë ndarë me faza edhe këto procese nga ana e tatimeve dhe financave. Sektorët me risk mbeten ndërtimi, turizmi, do të shtrihen edhe në sektorë të tjerë, tregtia online, po themi shitja automjeteve, apo siguria ushqimore që mbetet prioritet. Është një strategji që po zbatohet me faza, nuk mund ta quajmë pra një aksion dhe domosdoshmërinë për të vijuar luftën ndaj informalitetit. Çdo lloj ndërhyrje apo mekanizmash që në një mënyrë apo në një tjetër do tentojnë reduktimin e informalitetit, do duhet merren jo vetëm me faza, por edhe në mënyrë të programuar me qëllim që të bëhen ndërhyrje të zgjuara, bazuar në kampion të caktuar dhe të kenë një përfitim sa më të lartë. Është parë në të shkuarën që çdo nisëm që ka ardhur me rroll të madh dhe një aksion është mbyllur dhe zbehur shumë shpejt, më parë se ç'është nisur, gjë që në një mënyrë apo në një tjetër nuk ka vjel ato rezultate që priten. Kjo e para si rrjedhoj e elementeve ndëshkues ose ndërmarrje masave të para për të ndëshkuar me idenë që të tjerë do jenë më të frikësuar dhe do ndjekin formalizimin e tyre, gjë që nuk ka ndodhur si efekt dhe si pasojë, dhe pikërisht se kjo gjë nuk ka ndodhur, tani më e shtrirë me faza instancat monitoruese apo inspektuese bëjnë një program shumë më të plotë, shumë më komod, me qëllim që të fokusohen tek rezultatet e asaj që do arrijnë dhe mënyra se si do ndikojnë në formalizim, sesa nga promocioni apo marketingu i nismës duke krijuar një flusë të madhe e cila në fund nuk do prodhonte ato rezultate të paktën që iniciatorët do prisnin. Unë mirëpres çdo lloj forme inspektimi apo kontrolli që vjen në mënyrë të organizuar, që ka instrumente dhe indikator matës, që ka dhe shoqërohet me tregues konkret të asaj çfarë arrihet hap pas hapi, duke bërë që në një mënyrë apo në një tjetër të ketë modifikime të forma në mënyrës siqasesh ndaj ndikimit për të përmirësuar informalitetin, sesa të mund të ecësh me një program i cili është afat shkurtër dhe nuk jep ato jo vetëm rezultatet, por nuk të ndihmon që të bësh një planifikim konkret dhe të ndryshosh procesin rrugës, sepse nuk ka vazhdimsi rruga, ka vetëm një moment dhe çdo gjë që ndodh në atë moment o bëhet mirë o bëhet keq, o ka rezultate dhe o s'ka. Pra duhet një strategji që të jetë permanente, po themi. Për turizmin dhe ndërtimin, tatimit ka publikuar listë pagesat e referencës. Mendon se do ketë një reagim nga ana e subjekteve, pra që mos bëhen më pas subjekt kontrolli apo edhe ndëshkimi nga ana e tatimeve? Kuptohet që pagat e referencës janë një ndihmë shumë e madhe për të kuptuar çekuilibra që ka në nivelin e pagave mes sektorëve apo mes kompanive dhe supermarketeve që operojnë në një nga këto dy sektorë, dhe kuptohet që diferencat që janë mbi 30% janë diferencat të cilat në mënyrë apo në tjetër lidhen me informalitet, dhe kjo gjë për mua është shumë pozitive, sepse nëse ende ka informalitet lartë, ai vjen nga abuzimi apo manipulimi me pagat, duke shpërfillur mesataren e sektorit, gjë që në mënyrë apo në një tjetër krijon një situatë të paktën dyshuese për informalitet dhe nuk i përgjigjet dinamikës dhe logjikës tregut pagave për atë sektor. Dhe pagat e referencës në një mënyrë apo në një tjetër kushtozojnë dhe detyrojnë sipërmarrjet që të paguajnë punonësit mbi bazën e tyre
duke arritur që edhe instanca shtetërore të kenë një të dhënë sa më të qartë teknike dhe të dhënash që i ndihmon që të kuptojnë dhe të përqendrohen në mënyrë më të fokusuar dhe më të përqendruar tek ato kompani që në një mënyrë apo një tjetër nuk kanë reflektuar sa përafruari nivelin e pagave me ato të referencës. Çfarë ndikimi do të ketë te kontributet sigurimi shoqërore? Nga rezultatet paraprake të prezantuara sot, kishim një shtesë në raport me vitin 2024. Sa do ndihmonte në skemën e kontributeve, që mbetet një nga problematikat kryesore? Ndikimi, mendoj unë, do të jetë pjesërisht pozitiv, kjo sepse siç janë dhe fazat e shtrira, do jetë edhe rezultati apo produkti përfundimtar se sa do jenë shifra dhe si do përmirësojnë në përqindje skemën e sigurimeve. Nëse krijohet një bazë e rëndësishme dhe nëse përpiqen që shumë sipërmarrje të ndërgjegjësohen për të formalizuar, në të njëjtën mënyrë sigurisht do ndihmohet edhe skema e pensioneve. Megjithatë, kjo është një element i cili në një mënyrë apo një tjetër ndikon në gjykimin tim ende pak, sepse duhen reforma apo masa të tjera shtesë që në një mënyrë apo një tjetër ta bëjnë skemën e pensioneve të funksionojë në kushtet ideale. Megjithatë, sado luftohet i formaliteti, aq më pozitiv janë treguesit e skemës së pensioneve dhe sa më shumë sipërmarrje të ndërgjegjësohen që pagat që sigurimet shoqërore dhe shëndetësore janë detyrim moral, pastaj detyrim ligjor për të bërë, atëherë dhe sa më shumë punojësit të kenë një shkallë të lartë reagimi ndaj të drejtave të tyre për të kërkuar atë që i takon, në këtë rast sigurimi shoqëror dhe shëndetësore mbi kontributin dhe punën që bëjnë për të gëzuar një pension më vonë, atëherë aq më shumë do përmirësohet dhe skema dhe për mua pikë kyçe në sipërmarrje që nuk reflektojnë pavarësisht detyrimit ligjor është reagimi, rezistenca apo këmbgulja e vetë punojësit që në të gjitha rastet të kërkojë të drejtën e tij dhe me këmbgulje për t'u paguar sigurimet shoqërore dhe shëndetësore nga ana e sipërmarrjes ku punon. Ndërkohë, plani do të shtrihet më tej edhe në fusha si siguria ushqimore, tregtia online apo shitblerja e automjeteve. Për tregtinë online, sa të lehtë apo të vështirë do ta kenë tatimet për t'i gjurmuar? Kemi parë që ata janë përfshirë tashmë edhe në deklaratën vjetore të të ardhura. Prej vitit kaluar do duhet që plotësojnë edhe deklaratën vjetore të të ardhura, siç bëjnë edhe 2 kategoritë e tjera. Si e parashikon këtë? Është shumë e vështirë të menaxhohet apo të monitorohet informaliteti në tregtinë online, kjo sepse kërkohen instrumenta të zhvilluar teknik, gjë që në një mënyrë apo në një tjetër ne e kemi ende të kufizuar, paktën instrumenta teknik që do monitorojnë të ardhurat që punojësit marrin, ose më saktë elementet teknik të gjurmimit dhe zbulimit të ndarjes apo klasifikimit të ardhurave që ka një person në llogaritë e veta bankare. Tashmë do ta kenë të detyrueshme që të kenë një NIPT. E bën kjo më të lehtë? Po nuk mund ta kushtëzosh, sepse çdo gjë funksionon jashtë sistemit. Ne kemi një nivel shumë të lartë pas cash që qarkullon dhe shumë biznese të tregtisë online qarkullojnë masivisht në bashkëpunim dhe me postat, me korrierët, kryesisht shumica privat, duke qarkulluar shumë para cash, dhe kjo e bën relativisht të vështirë edhe formalizimin e këtij procesi, se duhet të ketë një motivim ai person që punon në informalitet përmes tregtisë online, dhe duhet të ketë një suport që të vetë deklarohet si i punësuar, se pasi nëse e ka skemën të konceptuar ashtu siç duhet, të qarkullimit para cash zinxhir në proceset e shitjes dhe blerjes, atëherë është shumë e vështirë të gjurmohet se kur dikush po i përdor
faqet apo platformat online për thjesht vetëm për promovim dhe kush po fiton para përmes tyre. Dhe për këtë kërkohet një infrastrukturë e madhe burimesh njerëzore, kërkohen individ që të monitorojnë, ekspert IT që të shohin dhe të gjurmojnë qarkullimin e lartë të gjithë platformave në Shqipëri. Pra për mua është jemi ende herë, megjithatë masat shtrënguese, kontrollet e llogarive bankare, inspektimet konkrete dhe fizike në terren kanë atë rëndësinë e tyre, pasi ndihmojnë që informaliteti në këtë sektor të ulet, por do duhet shumë punë në radh parë në kufizimin e paras kesh që qarkullon, që të fillojë më pas që shumë sektor të tjerë pasaj të fillojnë në mënyrë zinxhiri. Do të kemi mundësi që ta ndjekim në vijim, Rione, të çështjes. Falenderoj që ishe sot në Money Report.